Përpara se të shkruante libra për fëmijë, ajo ka mësuar të dëgjojë njerëzit dhe historitë e tyre. Gazetaria ishte udhëtimi i saj i parë me fjalën, por më pas, ajo e çoi atë në shumë forma të tjera. Ndaj sot, Rovena Rozhani është shkrimtare, gazetare, eksperte komunikimi dhe skenariste. Prej vitesh, ajo ka shkruar libra, përralla, drama dhe këngë për fëmijë që nuk janë thjesht tregime për të veçlit, por dritare, ku ata mësojnë të ëndërrojnë, të besojnë dhe të kuptojnë botën përreth tyre. Një histori e bukur për fëmijë nuk është vetëm argëtim, është një kujtim që mbetet me ne edhe kur rritemi. Pas çdo personazhi që ka krijuar, pas çdo fjale të shkruar, është një grua që beson se fantazia mund të ndryshojë mënyrën si fëmijët shohin veten dhe botën. Një grua që ka zgjedhur të ruaj brenda vetes pjesën më të bukur të fëmijërisë, kuriozitetin, emocionin dhe besimin se gjithçka është e mundur. Sot në studion e Çasti i Duhur, Rovena Rozhani vjen për të folur për rrugtimin e saj si krijuese, për magjinë e letërsisë për fëmijë, për historitë që kanë lindur nga imagjinata e saj, për rolin e saj si nën dhe sa ka ndikuar mëmësia në krijimtarinë e saj dhe sigurisht për fuqinë e një fjale të shkruar që mund të mbetet gjatë në kujtesën e një brezi. Ja pra ku jemi, përballë njëra tjetrës, Rovena Rozhani, mikesh, gazetare, një njeri me cilin kam pasur kënaqësinë të 20 vjet e para të gazetarisë, asaj të kulturës, me shumë pasion dhe sot një shkrimtare afirmuar e letërsisë për fëmijë, nuk është hera e parë që bëjmë intervistë së bashku, po kemi folur kryesisht për librat, kemi folur kryesisht për punën tënde së fundmi dhe jo për ty, për Rovenën. Si një grua, si një nën, si shkrimtare, si gazetare. Mirë se vjen, kënaqësi që të kam studio. Çasti i dur, në çastin e dur. Çasti i dur, në çastin e dur. Më në fund. Rovena, ke shumë vite, unë të mbaj mend, ne kemi nisur bashkë, ato konferencat e shtypit së bashku, ato fillimet ku gazetaria ishte një pasion shumë i madh, ku ne me të vërtet kishim ngjarje artistike dhe kulturore, ku me të vërtet konferencat e shtypit kishin shtonin, kishin pyetje dhe kishin protagonist përballë. Të mungon pak ajo koha se gazetarisë aktive përpara se të mbrije këtu ku je sot. Po sigurisht. Ajo është një periudhë e ngarkuar me shumë lëvizje, me shumë energji, adrenalin, edhe stres, nuk diskutohet, por është e çuditshme kur njeriu kthen kokën pas, i shikon gjithmonë me shumë pozitivitet. Të gjitha zhvillimet, edhe gjëra që nuk kanë shkuar mirë. Dhe më ktheve pas, ishim vërtet, dhe nuk ishim vetëm konferencat për shtypna, ishim edhe shumë prapaskena që ndishnim të shfaqjeve që përgatiteshin. Kronika, telefonita që i bënim njëri tjetrës, çfarë ka ndonjë gjë, çfarë ndodh, çfarë ngjarje është. Çdo gjë ka qenë kaq e gjallë, e plot, edhe tani që ti po e përshkruaj këtë pjesë më kujtoj kur na qellonin oraret e kronikave shumë ose të aktiviteteve shumë afër. Dhe duhet shkonin për shembull brenda 10 minutash nga teatri operas tek teatri kombëtar, tek teatri kombëtar, po tek salla Black Box për shembull. Edhe aty kam pasur një situatë shumë komike në këtë vrapin që bënim për të kapur lajmin, për të kapur konferencën për shtyp se duhet vinte personazhe që ne ishim të interesuara për ta bërë jo vetëm për kronika, se kemi bërë emisione, kemi qenë në televizione të ndryshme dhe donim të nxjerrim diçka shumë më tepër se sa një kronikë thjesht televizive. Dhe kemi qenë kërkues, kemi qenë shumë kërkues dhe nuk donim të humbisnim asgjë. Dhe në ato momente kujtojmë kam qenë tek teatri operas, mbaronte, nuk e kujtoj fiks çfarë aktiviteti, po mbaronte një konferencë për shtyp dhe nuk e di pse kishim vënë shumë afër një tjetër konferencë për shtyp në sallën e Akademisë së Arteve dhe unë isha shumë e stresuar, ti di pjesa e kulturës, sado që në emisione redaksit i jepnin goxha rëndësi prap kur kishte zhvillime politike, kronike, etj, ishim të fundit. Ato prioritetin gjithmonë. Dhe në atë stresin makinën, ose operatorin e kisha makinën, urgjent makinën, po fillon, po mbas sinkronin, më duhet marrë intervistën etj, dhe isha gjithmonë në pritje të makinës. Dhe shikoj vetëm një
e dija që duhet vinte një Benz, sepse e dija pak a shumë çfarë makine po vinte, e dija dhe cili djali jepte makinës, ndërkohë kisha një operator, Aldin, me vete, pa i kishte marrë shumë qetë, si që kemi ne gazetarët nga gjësimit të ngarkuara me pajisjet e tyre të rënda dikur, se tani janë thjeshtuar disi. Ato ishën në disa kilograme, stativ, mikrofon, çdo gjë. Isha shumë e shpenguar, kisha vetëm çantën time dhe zbret shkallët, shikoj një Benz dhe zbret shkallët me vrap. Dhe hynë makinë, më bën përshtypje një levë të pjesa kështu e këmbëve, por nuk i jap fare rëndësi, sepse i kam mendjen vetëm tek lajmi, dhe them të lutem urgjent e Akademia e Arteve, këtë i kisha thënë Alit hajde, dhe me mendjen time që ai po vraponte njësoj si unë, në një moment, hajde po nisë, se nuk po nisesh, kur dëgjoj një zot pa njohur që më thot, zonjë, keni hipur gabim. Në atë moment, kujtoj dhe shoh përsëri atë levën e hekurit që ishte diku kështu e shtrirë, dhe pa guxuar që ta kthej kokën, them, mendoj vetëm 2-3 sekonda dhe i them vërtet shumë djes, dhe kthej kokën këtej për të para kishte bërë dhe operatori të njëjtin gabim siç kisha bërë dhe unë. Ai ishte duke qesh në majtë shkallëve. Dhe malkonte veten që nuk më kishte xhiruar në të gjitha të skenë, vrapin tim për të hyrë në atë makinë. Kërkova ndjes, ai sigurisht që ishi, pastaj më vonë kuptova që ishin nga këto hekurat që i vjen zakonisht timonave të Benzëve që të mos i vjedhin, sepse në një moment të caktuar thash, po pse hipa në këtë makinë, çfarë skenari kam, po nuk e mendoj shumë që në mes të ditës mund të ndodhë në një gjë kështu. Ishte një ngut dhe nuk mendoja asgjë tjetër, vetëm se duhet të shkoja në aktivitetin e radhës, sepse ne nuk donim thjesht atë që jepej në konferencë për shtyp. Ne donim çfarë ishte për te, donim të zhbironim pak, të jepnim pak pjesën e gjërave që nuk duke nga pyetjet. Kishim qëndrim mbi lajmin, kishim gyzërat, kishim përkuse. Të stresonte fakti që kishe ikur atje, kishte ikur personazhe që ti kishe synuar në gjithë prarë të tërë. Po ja, ndodhin këto dhe ai vetëm qeshte dhe thoshte të mërshme, pse unë nuk e ndeza kameran të xhiroj aty. Nga gazetaria tek letërsia për fëmijë, çfarë të shtryu drejt kësaj zgjedhje? Ju shikoni gazetarin letërsi, në fakt është letërsi, gazetari, letërsi. është pjesa e padukshme. Jo, është pjesa e padukshme. Kështu që jeni totalisht në rregull me këtë. Pasioni nis me letërsinë, shkon te gazetaria dhe kthehet pastaj natyrshëm te letërsia. Unë kam pasur ëndrrën time të bësha shkrimtare, të studioja për letërsi dhe mundësisht të vijoja studimet për letërsi. Domethënë studime të thelluara, jo në ata ambicien për të bërë pedagoge, sepse nuk e konceptoja në kohën tonë që sa mbaron shkollën ti me njërë do të fillosh pedagoge. Më duke pa pranueshme kjo gjë. Duhet të kesh një përvojë jete, duhet të kesh një kualifikim të shtuar që ti të hysh qoftë edhe si asistent pedagoge. Kështu që unë e kisha në ëndrat e mia, kam shkruar që e vogël, poezitë e para që më janë publikuar kanë qenë në frëngjisht, sepse doja shumë frëngjishte në atë kohë. Ndoshta ato poezitë frëngjishtes ishin më të lehta për të kaluar nga ana letrare, se ishte mjaftueshme që ta shprehje natyrshëm në frëngjisht, jo në një figuracion të jashtëzakonshëm. Ndërsa në shqip ishte goxha më të vështira. Megjithatë, shkrova dhe një pjesë që mbeti pa u botuar dhe kam akoma e ruaj në fletat format që Palosa më dysh, i kam prerë dhe është bërë një format i shtrirë horizontal, me laps plumbi, dhe ajo është pikërisht letërsi për fëmijë. Nuk e kam mbaruar, kam mbetur, nuk e di nëse do ta mbaroj ndonjëherë apo do të rria ashtu si fillesa e dashurisë apo e lidhjes sime me letërsinë për fëmijë, nuk di ta them. Kam qenë shumë e mirë në gjimnazin Ismail Qemali, edhe në hartime, edhe në gjitha, nuk e njëja nëntë në letërsi. Por nuk për shumë arsye gjëra që nuk duhet i them, nuk e fitova njëherë konkursin e gjuhëletërsisë dhe hyra në gazetari, jo në dek, por fillova gazetarin. Në një kohë kur gazeta shqiptare ishte në shqip dhe në anglisht. Pastaj kalova në sistemin e gjuhëletërsisë, bëra konkursin tjetër, fitova, sigurisht, dola e dyta madje, dhe thash po, tani erdha aty ku unë doja. Aty ku do doja, te letërsi. Pas 4 vitesh, u ktheva përsëri në gazetari. Kështu që kjo rruga ime është e ndërsjell sa aty dhe këtu. Sa libra janë bërë tani që ke shkruar për fëmijë? 11. 11. Librin e fundit Sekreti i fshehur në libra. Po, bashkë me të,
2 libra janë botime shumë specifike në punën ku jam tani, 2 libra janë me bashkautorësi, me Adelina Mamaqin, 2 libra janë në proces, dhe sa 2 libra të tjerë do të ngelen për vitin tjetër, sepse është e pamundur që të nxjerrim 4 libra të rinj në vit. Me gjithmonë e fokusuar dhe po themi e vendosur tek letërsia për fëmijë si një nga zhanret më delikate, por edhe më të bukura që ekzistojnë. Mendoj, duke qenë se deri ne kam vetëm 12 vjeç që kam kaluar këtë rrugtimin e letërsisë për fëmijë, kemi folur. E ke provuar. Ky pasioni jot për librat, ky pasioni jot i madh për letërsinë shihet te ky sekreti i fshehur në libra, çfarë sekreti zbulon ti për lexuesit e vegjël këtë herë? Atëherë është, po them vetëm tregimin që jep titullin. Se aty janë një sër rrëfenjash, prallash, tregimesh nga gjitha zhanret dhe një poezi në fund. Një fëmijë që nuk ka asnjë raport me librin. Dhe një gjyshe, se gjyshet janë pak më të ngjeshme kur janë thesar, edhe për ne si fëmijë edhe si prindër kur na ndihmojnë, apo dhe gjysh, pse jo, që do duhet ta bëj pak të afrimin e fëmijës me librin. Dhe e di shumë mirë që fëmija ka një cilësi ose një gjë, domethënë që është shumë kureshtar. Përgjithsisht e kanë të gjithë fëmijët, por ajo gjyshe e njeh nipin e saj. Është shumë kureshtar, kështu që i thot nipit, atje në bibliotekë mes atyre librave ka një thesar. Shko dhe zbuloja. Do të tërheqë librin e parë, fëmija mendon që ka një thesar material, domethënë është materialistik, domethënë që është diçka e prekshme. Do të shkoj atje ta hap librin, nuk do gjej asgjë, do ta mbyll shpejt librin. Por të gjitha mënyrat se si shtyn gjyshja që të hap dhe librin e 2, të 3, dhe pastaj se si ai hyn nga procesi që ulet të lexojë një fjali, pastaj pak më shumë, dhe pastaj ta përjetoj aq shumë leximin sa kur i thret gjyshja ai nuk dëgjon, sepse është i përqendruar në libër, pastaj të filloj të tregoj emocionet që i jep një skenë apo një pjesë që ka lexuar në libër, dhe në fund fare të ketë shumë dëshirë që ta ndajë me të tjerët. Sekreti është pikërisht marrëdhënia me librin, botën që ti zbulon. Dhe për fëmijët është një qasje e ngadalë, të këndshme natyrshme, për të rriturit është një guid e thjeshtë që mund të përshtatet sipas natyrës së fëmijës. Se si mund të çojnë fëmijët në formën. Në fakt, personazhet që ti ke në librat e tu janë në përgjithësi personazhe ëndrrimtar, të cilët ka përcejnë frikrat e tyre. A ke histori reale që lidhen me jetën tënde në karakteret e këtyre fëmijëve, apo janë të gjithë imagjinar sipas eksperiencës që ti ke patur dhe gjithçka që ti përmbledh si shkrimtare? Reale, të vërteta nga përvoja ime, mirë, le të themi Deveja, që nuk e njohin lexuesit, vetëm ata që kanë lexuar në revistën Mrekullia, se nuk është e botuar si libër. Deveja e çuditshme ka nisur nga një lodër që unë do t'ja bëja nipit tim në 5 vjetorin e ditëlindjes së tij, dhe ai krejt natyrshëm më thot Hava, sa atëherë më thoshte Hava. O Hava, po një histori, domethënë sepse çdo objekt, çdo lodër duhet kishte një histori. Dhe ajo është një prallë që është krijuar, domethënë duke folur dhe duke krijuar. Dhe pastaj thash, po doli e bukur, i pëlqeu. Bashkë me nipin tim ishin dhe kushërinjtë e tij, pothuajse në atë moshë, e testova menjëherë, kështu që nuk është një histori që nisi, domethënë që ka një burim frymëzimi nga ai realitet, por nisi në këtë formë. Rozi dhe domatja kërcimtare, ajo po është mbështetur tek mënyra se si do duhet të ushqeja vajzën time, në përvojën time. Në fakt ajo shkruar shumë herët, kur Dea ishte vetëm 3-4 vjeç, ka një formë tjetër të shkruarit që ka mbetur dorëshkrim, në pamundësi për të botuar, sepse nuk kuptohej akoma në atë kohë se si mund të ishte ky botim, u bë një shfaqje teatrale në Teatrin e Kukullave. Pastaj u pasua me një pjesë të dytë në Teatrin e Kukullave me pjesë muzikore, u bë një shfaqje muzikore me këngë nga Adi Hila, Rozi dhe Kopshti Magjik. Dhe aty ishte përpjekja ime për t'i dhënë vajzës sime ushqime pa i vajtur me lugën nga mbrapa, pa e lutur, pa i thënë një lugë për mamin, një për babin, një për gjyshen, etj, pa e bërë këtë. Dhe sigurisht duke pasur këtë përvojë, doja që edhe prindrit e tjerë të kishin një mundësi për ta parë në një sy tjetër.
Për shembull, fëmin do ta lësh në një farë mënyrë të jetë i uritur. Fëmis jo gjithmonë do t'ja diktosh gjithçka, por është kaq i holl ai filli mes diktimit edhe tolerimit. Domethënë do duhet që të dish se kur do t'ja japësh gjën e duhur. Nuk kam pasur qejf të them shumë herë jo vajzës sime. Ka një farë të mete deri diku se kur ti krijon një mjedis të sigurt për të mos i thënë jo, nuk e lë dhe të rrëzohet. Në kuptimin të figurshëm apo dhe fizik kur janë fëmijë të vegjël. Por përgjithsisht jam përpjekur ta kompensoj. Për shembull, nëse shkonim në një lulishte dhe shikoj që bari ishte kositur, në atë kohë se tani gjërat kanë ndryshuar, ka plot libra që të ndihmojnë të kuptosh më mirë fëmijën, të lexosh. Isha e para për shembull që ja hiqja dhe këpucët edhe çorapet dhe të dyja bashk ecim në barin e kositur dhe akoma e kam në kujtesë këmbët e saj të vogla që mblidheshin sepse bari sapo kositur të shkon sigjilkor. Edhe pjesën e fytyrës pak shumë, po pastaj ishte një lloj kënaqësie, ajo lidhja me tokën. Me natyrën. Aq më tepër kur ne I kemi rritur fëmijët në mes të qytetit. Vërtet, mes betonit. Unë jam rritur në Tiranë, por në zonën ku jam rritur unë ka pasur një shkrirje interesante. Sidomos ka pasur në një fushë, në një ka pasur një qafër ku ne luanim dhe dilnim dhe kishte një shkrirje mes asaj që mund ta quajë rurale. Për shembull ne kishim një vend, dhe ja tregoja vajzës, kishim një vend që thoshim te mali, por nuk ishte mali fare. Kur ja tregon sot të kuritë që ishte mali, tek pas pallatit, I krijonim këto. Në fakt sot fëmijët kalojnë, ja dhe vajza që tashmë është rritur edhe me të vërtetë që të është bërë shoqe, kjo duhet jetë një krenari tjetër. Fëmijët sot, sido që tjetë janë më shumë drejt tabletit dhe telefonit, si mund t'i bëjmë që ta heqin atë të shkret tablet, të marrim shembull nga këto prallëzat e tua dhe këto librat e tu, që të gjejmë mënyra për t'i joshur, sepse tashmë jeta është bërë me të vërtet shumë e pamundur nga gjithë të ndime kaq të mëdha. Për më larg se sa sot ndiqja një intervistë që sigurisht I përket miliarderit më të madh të botës, I cili tha se inteligjenca artificiale për 5 vjet pothuajse do të marrë gjithçka në dorë, do të bëjë gjithçka dhe për 10, pastaj të shpresojmë që ata do të jenë të mirë me njerëzimin dhe do të jenë sa më njerëzor, se vetëm njerëzor nuk do të bëhen dot. Shikom, ne themi që çdo brez ka vështirësitë e veta, nuk diskutohet. Prindrit thonë, ka qenë më lehtë dikur, të tjerë thonë jo, është më lehtë tani, sepse kompensohen këto rrethanat. Unë mendoj që teknologjia nëse frenohet dhe përdoret në mënyrën e duhur, nuk ka shanse që të na azeroj apo të na shuaj, ose të na shuaj shpirtin. Nuk e mendoj në këtë mënyrë. Mendoj që përdorimi I teknologjisë vjen nga është në dorë të njeriu dhe nëse e teprojmë, nuk mund ta akuzojmë teknologjinë. Është njësoj si të bësh një shpikje që ti mund ta përdorësh edhe në anën pozitive edhe në anën negative. Nuk po I referohem tani çfarë ka ndodhur se e gjejmë shumë shpejt lehtësisht paralelizmin apo çfarë ka ndodhur më herët. Pra, nëse ne do të shohim anën e mirë dhe do të mundemi ta përdorim aq sa duhet dhe të kufizojmë veten, atëherë do t'ja dalim banë. Është njësoj se me atë dietër, me atë ushqimin e shkret që është aq I shishëm dhe duam ta ham aq shumë, por themi prit se nuk na bën mirë. Atëherë edhe celulari, edhe rrjetet sociale, pavarësisht se na ndihmojnë në një lloj komunikimi, në fakt na çon edhe një botë virtuale, artificiale, që na çon edhe ne të rriturve drejt dukjes, jo drejt atij realitetit, vështirësive, japim rezultatin, nuk japim vështirësitë. Pra, nëse dim ta mbajmë pak mirë dorën edhe veten, unë jam gjithmonë optimiste për teknologjinë. Nuk ka shanse që teknologjia të rrimbi njeriu. Për shembull, po të them një gjë. Shikoj libra të cilët po ilustrohen me inteligjencë artificiale. Dhe në 4 libra që kam parë, shoh të njëjtën gjë. E dallon më një herë dorën që është. Mund mos jesh fare eksperte, po e pe 4 herë të njëjtën gjë, ti nuk e shikon më atë vajzën ose atë personazhin që në një libër quhet Fjodora, në një libër quhet Rovena, jo vetëm se quhet, por ka tipare të ndryshme, prap kanë gjëra të përbashkëta. Dhe është kaq e mërzitshme. Sikur vetëm të qellojnë 3 libra brenda një jave, në këtë formë ti je bindur që nuk do duash të shohësh më asnjë botim të ilustruar me inteligjencë artificiale. Pra, kur teprohet në disa gjëra, është edhe kjo pjesa e mirë që velesh edhe kupton që nuk ka asgjë të vërtetë në të. Dhe do duhet të vetë rregullohemi. Patjetër që. Dhe për ta mbyllur, a mendon që ka mjaftueshëm botime për fëmijë, Rovi, të cilat po themi
ta mbushin dhe t'japin tregut atë që kërkohet? Ne sot sapo kemi mbyllur konkursin e Fondit të Letërsisë për Fëmijë, ku unë isha pjesë e jurisë. Ishin 17 dorëshkrime. Tani, po t'ju them 17 dorëshkrime nga ata që hynë, se mendoni dhe sa kanë që nuk hynë dhe sa mund t'jenë akoma në proces. Unë them që kemi. Tani, a kemi nevojë edhe për cilësinë? Po kemi nevojë. A kemi cilësi? Kemi. Por, çështja nga dorëshkrimi deri në botim ka një çik rrugë. Dhe në për të është edhe redaktimi. Ne kemi nevojë dhe për redaktor shumë të mirë. Redaktori që të dinë ta kuptojnë se ku çalon diçka. Unë them që redaktori o e zhyt një libër o e ngre lart. Kështu që me pak investim, me pak durim, por mbi gjitha, për gjitha ata shkrimtarë të rinj që kanë qenë pjesë e fondit, dhe ndoshta janë mërzitur se nuk kanë fituar, se vetëm 3 do të fitonin, unë do t'ju thosha vetëm fjalën e një shkrimtare që më thoshte, sa herë që më shkurajonin, jo thjesht me kritik të drejtë, por edhe më tepër se aq, unë punoja më shumë. Edhe jetola. Edhe koha e ka treguar në fakt që shumë autorë të letërsisë për fëmijë kanë shkëlqyer dhe janë kthyer në personazhet më të rëndësishëm në botë. Mund të falenderoj shumë nga zemra që ishe sot me mua. Ishte kënaqësi, uroj kurajo, punë të mbar, libra sa më të bukur dhe pse jo me librin e radhës vështërisht të tek. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit ty. Mirë, të dashur miq, kemi përfunduar edhe për sot emisionin ton Çasti i Dur. Duke ju uruar të gjithëve një fundjavë sa më të këndshme, u takojmë sërish bashkë ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.